Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi ka bërë një reagim në rrjetet sociale në lidhje me djegjen e tregut të frutaperimeve në Lushnjë. Korreshi tha se sipas informacioneve të para, shkak dyshohet një shkëndijë zjarri dhe kërkoi nga autoritetet zbardhjen e plotë të ngjarjes. Korreshi u shpreh se ky treg që në fillim ka qenë i konceptuar keq për mënyrën se si tregu është mbuluar, gjë për të cilën ka pasur dhe një protestë. Nga informacionet e para është për një shkëndijë zjarri on peshore ose në Karikus, megjithatë një pakujtësi e vogël shkakton dëm tek të gjithë tregtarët. Më tepër ky treg ka qenë i konceptuar keq, logjik sepse që në fillim në kryeterës ka pasi protestë për mënyrën se si është mbuluar, se gjatë sezonit braharit ky ka qenë më tepër si një serë dhe fakti tregoi se gjitha produktet, gjithë materialet e përdorura këtu janë djegur në mënyrë të rrufeshme dhe në të menjëhershme, gjë që kanë shqyqyer që kanë për herë të parë shërbimi Xherfiksi ka fikur në kohë që s'ka lënë dhe vazhdimin tjetër se dëmet do të ishin kolosale për të gjithë këta tregtarë, të cilën mundet djesa kalamajve tyre që kanë pas në për këto banaqe këtu e shikojnë realisht të hedhur në prua. I bëjmë dhe një thirrje të gjithë organet përkatëse para një zbulimi të shkaqeve të arsyeve inshallah se është e qëllimshme dhe dyta të dëmshpërblehen dhe të rikthehet sa më shpejt ky treg, sepse është funksional dhe ka me 10 tregtarë të cilën e kanë vetëm zburim fitimi për të mbajtur familjet e tyre. Korreshi bën thirrje për rikthimin sa më të shpejtë të tregut në funksion, duke theksuar se 10 familje mbajnë jetesën përmes tij.